ajo nuk ka shkollë, po ma tepër të them është një banatore me çfarë kushtet punës kanë brenda. Realisht me datën 21 ka pas ankesa nga disa nxënës se kanë marramendje, dhimbje barku, bjella apo diçka të tillë simptomat ngjashme dhe me tendencën se kanë pas helmim. Prej ankesa kanë qenë një numër deri në 40 nxënës. Mirë, po prej gjithë atyre vetëm 7 nxënës kanë kërkuar trajtim në ambulantën e mjekësisë familjare që është afër shkollës së Vitomërisë. 6 tjerë janë përcjellë të shtëpia shumë nga prindrit ose kujdes mësimdhënësit dhe ata të 7 edhe që kanë shkuar në ambulantën familjare, ma tutje nuk ka pas nevojë të trajtohen, të hospitalizohen apo diçka tjetër ngjashme. Kjo ka ndodhur me datën 21 dhe pas asaj date të nesërme çu djevësh nxënësit kanë qenë në shkollë dhe jo është kthy normaliteti çdo gjë. Ky helmim ka ndodhur në njërin prej lokaleve në afërsitë të shkollës, po? Po, ka ndodhur në njërin prej lokaleve, në momentin që jemi informuar në ditën e parë djevë po i bie kësaj me datën 21, me njerë kemi thirrur Institutin e Shëndetit Publik dhe kemi thirrur inspektorët, kemi njoftuar inspektorët sanitar në komunën e Pejës, kom njoftuar edhe zotrin Tërshnjakun përmes email-it zyrtar, që të bëhet monitorimi i gjendjes reale në terren, të mirën mosha dhe të bëjnë ekzamenimet profesionale të cilat janë në kompetencat e tyre. Po, zotë Tërshnjaku, çka ka ndodhur, është bërë ekzaminimi, është bërë inspektimi i këtij lokali dhe konkretisht cilat janë të gjeturat? Faleminderit. Ja që nganjëherë institucionet e Kosovës janë të konsoliduar dhe çështjen e trajtimit të rasteve të këtilla, se a mund të konstatojmë për një helmim të mundshëm, ekzistojnë gjitha kriteret dhe procedurat për ta konstatuar dhe konstatimin nuk mund ta bën as inspektori, as drejtori, as askush, por e bëjnë qendrat institucionale të institucionet shëndetësore, veçanërisht klinika infektive, duke marrë analiza, duke kryer një verifikim. Po cila ka qenë gjendja e lokalit? Qofse mund ta përfundoj sepse tani po kalojmë në pjesën tjetër me të cilën është më rëndësi se nuk mund ta trajtojmë si helmim, por e trajtojmë dyshim në helmim. Dhe për këtë ka procedura për të verifikuar dhe konstatuar se a kanë qenë vërtet helmim apo jo. Në momentin e marrjes së informatës, inspektorët kanë shkuar në vendin e ngjarjes, kanë bërë një inspektim, ta quaj, për të marrë të dhënat nga vetë nxënësit të cilët janë trajtuar që në fillimin e parë në qendrën e mjekësisë familjare në Vitomiricë, në afërsitë të Pejës, dhe aty kanë gjetur vetëm një fëmijë, një nxënës, të cilët ka qenë duke u trajtuar apo u kontrolluar në qendrën e mjekësisë familjare. Të tjerët janë lëshuar në shtëpi, e më të cilët ne në rastet e këtilla të rasteve të dyshimit të helmimit, zakonisht kur kemi rastet të helmimit, ato procedohen edhe hospitalizohen në qendrat klinike universitare në repartet e infektivës, duke marrë mostra nga koprokultura sekretit të ndryshme të rasteve të dyshimit të helmimit, dhe një procedurë të tillë inspektorati në afat në kohë reale e ka kryer, ka shkuar, ka bërë kontrolla tek subjektet të cilët fëmijët kanë konstatuar apo kanë dhënë përgjigje që janë ushqyer në 2 ato subjekte. Subjektet gjatë kontrollit nga ana e inspektorëve sanitar është konstatuar se i kanë kushtet në nivelin e duhur për të zhvilluar veprimtarinë. Dhe pas asaj, inspektorët kanë dhënë urdhresa për ripërsëritjen e kontrollave shëndetësore të punëtorëve, të kryerjes së masës sanitare të DDD-s, të pastrimit gjeneral të objektit, mirëmbajtjen e vazhdueshme të subjekteve. Ne tani kemi vazhduar edhe me gjurmëshmërinë e rastit, me të cilën së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kemi bërë verifikimin e nivelit të higjienës të atyre subjekteve përmes strishove dhe mostrave të cilët do ta konstatojmë se a ka qenë vërtet nivelet e ulta të higjienës në ato subjekte. Mund të jetë pjesë që edhe brenda shkollës mund të kenë ndodhur diçka? Gjasat janë minimale që brenda shkollës, por nëse marrim gjendjen reale, po
po rezulton se krejt dy në zanë, ata helmimet mund të kanë ardhur prej shtëpisë, prej shumë faktorëve tjerë. E thom se brenda shkollës është kjo shkollë fatas Zvoni, është bën një renovim komplet nga Bashkimi Evropian, dhe ajo nuk është shkollë, po më tepër them është një banatore me çfarë kushte punës kanë brenda. Që ka ndoshta ndonjë kontakt kontaminues me ndonjë individ apo diçka ngjashme, është çështje që mund të ndodhë kudo tjetër, mirë po absolutisht nuk e besoj që ka pas ndonjë infektim brenda shkollës.